Prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të shtune, Prokuroria e Posaçme, Byroja Kombëtare e Hetimit Si dhe Renea zbarkua në Vlorë për goditjen e grupeve kriminale të akuzuara për vrasje, atentate dhe trafik droge. Zbërthimi i aplikacioneve të koduara Sky ECC çoi SPAK-u në zbardhjen e vrasjeve dhe disa episodeve të trafikut të drogës. Kontrollet nisën prej orës 4 të mëngjesit, ku mësohet se agjentët e BKH-s mësyn në bazën e të fortit të Vlorës Inez Hajrullah. SPAK lëshoi 7 urdhër arreste, mes tyre edhe për Inez Hajrullah'n dhe Ervis Matodashajn, por të dy i shpëtuan operacionit të SPAK dhe nuk janë vënë në pranga. Ndërkohë në kuadër të këtij operacioni është arrestuar punonjësi policisë Rezart Kuçi në akuzat për shpërdorim detyre, trafik droge dhe grup kriminal. Kuçi ka mbajtur disa detyra përfshirë atë si shef seksioni policisë shkencore në Kukës, zëvendës shef komisariati për hetimin e krimeve të rënda te komisariati nr. 1 dhe zëvendës shef komisariati për hetimin e krimeve në Vlorë. Dy prej personave të përfshirë në këto ngjarje kriminale u është komunikuar masa në qeli, ndërkohë 3 të tjerë rezultojnë të arrestuar në Itali dhe Greqi. Hajrullah dhe Matodashaj, të vetmit që rezultonin në Shqipëri, janë shpallur në kërkim. Bërime bëjnë me dije se Prokuroria e Posaçme ka arritur të zbardhë aktivitetin kriminal pas arrestimit të Flodian Plakut, i njohur ndryshe si Poliqores, ku në celularin e tij u gjetën disa mesazhe që kanë ndihmuar në zbardhjen e krimeve. Mes tyre është edhe vrasja e Gentian Qarit, krimi ndodhur 5 vite më parë. 40 vjeçari Gentian Qari, pas ditën e 6 shkurtit të vitit 2021, po lëvizte në këmbë, ku ndaj tij u qellua me breshëri Kallashnikovi, duke e lënë të vdekur në vend. Qari ishte dënuar më herët për trafikim të lëndëve narkotike në Itali. Autorët do gjën jetin pranë pyllit të sodës dhe humbën gjurmët.